Tash kemi një lajm të mrekullueshëm që vetëm se jemi marrë vesh me familjen Jashari, me Lulin edhe me gjithë familjen për pozicionimin e shtatorës Adem Jasharit. Pra e dini që kemi projektin e madh të nënkalimit në rrugën Agim Ramadani, derisa pjesa e sipërme do ta bëj bashkë sheshin Nën Terez me pjesën e vjetër të kryeqytetit. Pra gjithë ajo do të jetë për këmbësor, pra për qytetarë të kryeqytetit dhe për gjithë vizitorët, është një pozicionim i mrekullueshëm që ka vizura të largta, pra mundesh ndërlidhesh me gjithë qytetin, edhe kjo është pika e cila do të jetë pika pozicionimit të shtatorës të memorialit Adem Jasharit, kjo është pjesë e faktikisht ashtu e dedikume dhe specifikume pikërisht për këtë çështje. Edhe do të jetë me siguri madhështore, pra do të jetë një konkurs ndërkombëtar tash, se dini që ne kemi pas një konkurs ndërkombëtar paraprak, mirë po në diskutim me familjen kemi vendosur që ta rishpallim edhe me një lokacion të cilin tashmë vetëm se jemi pajtuar me familjen Jashari. Pra ky është lokacioni i ri. Po e kupton pra, është për funi Agim Ramadani ndërtohet, pra nënkalimi, për mi është sheshi i ri i cili ndërlidhet edhe pjesën e vjetër të kryeqytetit, edhe sheshin Nëna Terez, edhe ka vizura me gjitha pjesët e kryeqytetit. Pra aty do të jetë. Po, patjetër.